Skandal në Serbi. Policia hyn në fushën e blertë dhe dhunon futbollistët e klubit shqiptar. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në ndeshjen mes KF Tërnocit dhe Mladost. Policia serbe është futur në fushë dhe ka goditur lojtarin shqiptar Veton Zeqiri. Ashtu siç shkruan klubi shqiptar në rrjetet sociale, ata janë trajtuar në mënyrë skandaloze nga policia serbe. Madje policia serbe u fut edhe në dhomat e zhveshjes të skuadrajt Tërnocit duke i kontrolluar ata. Reagimi i KF Tërnocit. Turpi dhe skenari i keq i Bosilegradit, ja çka na ndodhi. Sot ekipi ynë në frymën e sportit dhe fair play-t është paraqitur në stadiumin e Bosilegradit për të zhvilluar ndeshjen kampionate në kuadër të ligës rajonale të rrethit të Pçinjës me skuadrën vendase e Mladost. Gjatë tërë ndeshjes u pa tendenca e nikoqirëve në bashkëpunim me arbitrat për të na dëmtuar në rezultat. Ashtu dhe ndodhi. Pasi na ndërshkruan padrejtësisht me 2 kartona të kuq, ndeshja shkoi në 2-1 në favor të vendasve. Duke u pajtuar me fatin e ndeshjes, asnjëherë se kishim menduar se ky ishte fillimi i një drame për ekspeditën e klubit ton. Një pjesëtar i sigurimit në stadium, për arsye të panjohura, fton të futet policia në fushë, e cila pa lejen e delegatit nuk guxon ta shkel terrenin. Me plot egërsinë dhe mëllef, njëri nga policët godet futbollistin ton, Veton Zeqiri, ndërsa ndaj të tjerëve pasojnë fyerjet e ndryshme. Edhe këtu nuk ishte fundi. Policia futet si në filma në zhveshtoren ton, duke kryer një bastisje tek gjërat personale të futbollistëve. Në mënyrë të egër, policët bastisin gjithçka nën pretekstin e kërkimit të armëve të ftohta e çka jo tjetër. Pasi nuk gjendet asgjë, skenari i dramës policore vazhdon me dërgimin e ekipit ton në stacionin policor të këtij qyteti. Këtu kërkohet nga ekipi dhe kapiteni ynë të jepet deklaratë, ndërsa nuk pranohet deklaratë të jap edhe futbollisti ynë i rrahur. Krejt në fund, lihemi të lirë, ndërsa deklaratën për dhunën policore do ta japin në stacionin e Bujanocit. Në fund, konstatojmë se maltretimi dhe dhuna e sotme në Bosilegrad ishte një skenar i përgatitur nga qarqe jashtë futbollit dhe për nevoja krejtësisht tjera. Shtrohet pyetja nëse vërtet policia ka pranuar informacione se ekipi ynë ka shkuar në Bosilegrad për incidente, pse ka lejuar të fillojë ndeshja, pse ka lejuar ekspeditën e KFC-s Tërnocit të futet në qytete të tjera. Po ndaj kujt patëm ne të shkaktojmë dhunë? Ne jemi vetëm për futboll dhe sporti si urlise mes popujve. Por, siç po shihet kundër sportit e kundër një etnie të tërë janë të tjerët. Janë ata që thurin skenar që u dalin aq qesharake. Ditëve në vijim do të shqyrtojmë prezencën tonë